Këtë të shtunë për të i tregimit përballë Valentina Ahmetit vjen ishi burgosëri dhe luftetari UÇK-s Hysen Kryeziu. Si mori ai mesazhet e gruas përmes kifleve të gatuara? Shoqja Elvia Kryeziu e ka në kifle letrën, e ka fut burg. Edhe gjatë mos më karo hiç se po i karo shokut. Gjatë kafshimit kifles i ka mbet letra në dorë, në gojë. Thotë që kjo është për ty. Çfarë shkruante në atë letër? Në atë letër ty më dha kuraja pelama tim. Mes lotësh ai rrëfen torturat që janë bërë nga shqiptarët në përburgje e që bashkëpunonin me serbët. E ndi këto sepse për herë të parë kur ka Gjoja që ka folë në telefon, e paraqit në telefon, grua, e cila kështë e burën të zhdukur, ka folë vetëm 2-3 fjallë. Si je, vojza si është, familja si janë, baba, nona. Tejtë shkurt edhe ka mbyllë telefon. Dhe jo vetëm këto, por edhe shumë të pathëna të tjera, ndiqni të shtunën në ora 20:10 në televizionin Arbëria. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.